u largu një mënyrë është pa pritën, domethënë, pa pas asnjë lloj smundjet, pa pas asnjë lloj problemit, vetëm disa shenja virozet edhe asnjë gjë më shumë. Domethënë, si ishte ajo ditë? Nëse mendon që po bëj një pyetje më tepër që ti nuk e ndjen të mathuash, të lutem mos më kurse. Unë shpesh kthehem sot edhe tham pse m'la Zoti me kujtu çdo gjë, sepse unë shumë mendojnë, domethënë kur e dinë se çka kanë diçka ka qëron, mendojnë që nuk mban mend asnjë gjë, mendojnë që ti nuk kujton asnjë gjë çka kanë atë ditë ose ditë të tjera në vazhdim në ato ditë të para, domethënë mendojnë që shiko se ti nuk e mban mend, po në fakt unë mbaj mend jo çdo njeri, po çdo fjalë që ka thënë ai person, edhe them pse m'laq me majt mend çdo gjë në fakt, sepse ndonjëherë ka ne që lutesh o Zot bën që ta harroj, sepse bëhet aq e vështirë dita, sa thu bën që ti harroj ata momente, m'lën veç momentet e bukura, se dën që mi hek para syve, se dalin aq shumë para syve, sa nuk ka domethënë, është çdo gjë marraj aq shpejt sa edhe kur e thosha nuk ka shans, unë isha me te edhe e shifsha edhe sytë e mi prapë se besoshin, se Zotit të verboka në ata momente. Thosha nuk bëhet fjalë, sepse në shku me mirë. Domethënë ne atë rrugë e bëme të fol, të fol, të qesh, rrugën për na që ta kemi me... Rruga deri te spitali për mi bë një serum për virozë normale, domethënë. Sa çfarë moshe kishte Omeri? Omeri është largu 3 javë pa bë 3 vjeç. 3 javë pa bë 3 vjeç. Dhe vetëm Omeri kishte pra gjithçka nisi si një gripi i thjeshtë. Omeri edhe motra e tij, të dy pat në të njëjtat shenja virozet, mbrenda ditët, edhe asnjë gjë, ishte domethënë spitali ishte i mushur me fëmijë me të njëjtat simptoma, domethënë na u duk diçka aq normale që e kanë kalu shumë herë më përpara, domethënë nervirozat më të thjeshta dhe më normale që kena kaluar, kena marrë vendin për një ditë. Kjo ka jeta, domethënë. Çka ndodhe më pas? Ju shkuat në spital, mjekët filluan të miren me të dy? Kam shku vetëm sepse ato shkune një ditë para, bane një serum që u përmirësune, domethënë kërkunen me hangra çdo gjë dhe u kthy me shtëpi krejt normalisht, ishim të lujt, të qesh, aktiv. Edhe të nesërmen mëngjes u zgjume aktiv, Ajrini ishte mirë, edhe Omeri u çu aktiv, po lushim, edhe një moment thjesht sikur u ul, domethënë, ul në divan edhe thash të shkojmë t'i bëjmë një serum tjetër se duket që ka nevojë se ka marrë ashtu fuqinë komplet. Në spital nuk kanë mujt me bë asnjë gjë, se ne kur më rritme vetëm 5 minuta pat me kohë, asnjë gjë më shumë domethënë. Kaq ishte. Domethënë 5 minuta dhe ty të përmyset jeta, atë që nuk i japim rëndësi minutit. I japim sikur mendojmë gjithmonë se kena pafund kohë para. Nesër, e mendojmë atë nesër me aq shumë, po sa të tham, jeta aq sa është e bukur, ti hap sytë dhe qohesh nada dhe thu, kam tonë botën para, se e shef ki djalin shtrati merr erë, e puth, qesh me te, edhe po të njëjtën ditë, kjo jeta bëhet aq mizore, sa të njëjtën ditë, aty ku e putha të qesh nade, aty ja putha sytë për herë të fundit. Te e njëjta ditë. Aty ku qesh me bashk, te e njëjta ditë, na ndryshoi bota totalisht, domethënë, tham jeta. Kjo papritun atë jetës, domethënë, është e vetmja gjë që duhesh me ju lut Zotit me t'i prit. Sepse tjerat, çdo gjë u rregulloka, edhe çdo gjë s'pas ka ma vlerë, mas hupjes ti, i ndryshon vlera çdo gjë e tjetës, të ndryshon totalisht perceptimi që ke për jetën, për çdo gjë që ke bërë deri më sot, ata gjëra që kanë pas vlerë, kanë ra kështu direkt, çdo gjë që ke mendu se ka rëndësi, s'ka ma. Asnjë gjë nuk ka ma rëndësinë që pati. Mjelda, ty mjekët nuk të treguan me njëherë që Omeri nuk është më me ne. Mjekët... Shesi diçka, qa po bëje ti? Ishe aty, kishe dikë afër vetës në ato momente? Kam pas tanë familjarë afër, sepse jenë afër spitalit, përveç bashkëshortit, ai ka kënë Majrinin në shtëpi, edhe mjekë kanë prit më ardhaj. Më thanë kanë prit, sepse për shkak se unë isha 38 javë që shtatzan,
edhe kishin atë marakon normalisht atë zanisë dhe çdo gjë. Pra ti ishe shtatzën? Ne ishim të prit një jetë të re, për këtë thamë, ne ishim atë ditë të përgatit, dhe më thonë, kishim thirrë pastrimin për në shtëpi e çdo gjë se po bashim gati me prit një jetë të re. Edhe për këtë thamë tronditja që ti të prit një jetë të re, edhe as nuk e mendon në të momente këto gjanat e tjera, as nuk e mendon se munden me të nohë, sepse çdo gjë është fokusu të kjo jetë e re që jetë u pru. Edhe kur, edhe si kur dikush për ma thonë, edhe kur ma thoshin që kishte no, alo sot po bëhen 10 muaj dhe prapë ka raste që thamë nuk ka mundësi që ka no, nuk ka, në më thonë, nuk se pranon truni atë gjë, se ishte diçka aq që pa pritun sa nuk s'ka fjallë për me shpjegu atë gjë dhe në alo sot nuk e dim që nolli, sepse Qa thonë mjekët? Asi gjë nuk dim, dhe më thonë, e vetmja gjë përgjigje është insuficiencë kardiake. Dhe më thonë, zemra ti po shoj. Ka që është e vetmja përgjigje, shkaktari se qa nolli... Nuk dyshonim për diçka pyesnin do një shqetësim më herët nëse kishte pas Omeri? Absolutisht, dhe më thonë, Omeri ka kemë fëmija më i shnetshëm, ne nuk e dishim se ku ishte spitali, dhe më thonë, për fëmijë, urgjenca, sepse falë Zotit, fatmirësisht nuk kishim pas përveç rutinën që kina ba vizitat rutinë të doktoresha ti, në spital nuk kina pas nevojnë e herë me ikë, vetëm rutinat e zakonshme dhe nuk ka pas analizat e që bashim normale, dhe më thonë edhe çdo gjë i ka pas mirë. Ka kenë fëmija që i shnetshëm, aq i fort, aq energjik, që asnjëherë, domethënë ishte ai që edhe ngacmoshim se thosha, ky është ai që na la gjithmonë ne s'kena nuk mundohena me kujtue, nuk më mend një natë që na ka lënë çut që me grip ose i smur. Sa ishte e vështirë pra për ju që mjek nuk ishin përgjigje për këtë? Sa ishte e vështirë për ju që mos e drejtonit gishtin e fajit tek ata? Kur ke besimin e fort, e din që jetën ai që ta jep edhe ta merr. Edhe në ato momente na tregoj aq haptas, sepse nuk mundem i drejtu gishtin mjekut në momentin kur unë e pash vetë në ato çaste, kur unë vetë e shifsha që ishte mirë, edhe ishte mirë në shtëpi, e çdo gjë nuk mundem, sepse normal mërzia edhe ajo që jetu përjetu të bën me drejtu gishtet gjithkohë, por nuk zgjill asnjë gjë, domethënë, ajo që ti po nuk lehtëson asgjë. Ti nuk kthen asnjë gjë mbrapsht. Sado që të mundohesh me i drejtu gishtin dikujt, shpirti jot nuk gjen lehtësim, edhe sikur të gjehet një fajtor, edhe sikur dënohet një fajtor, edhe 10 vjet, 20 vjet, prapë unë nuk kam asnjë lloj lehtësimit, por në atë rast unë tham për 5 minuta kërkush nuk don me mbet një fëmijë në dorë. Asnjë doktor nuk don edhe nuk kishte që mi vu gisht dikuj për dhimbjen tonë, absolutisht as nuk jena mundu në asnjë moment për me e bë këtë gjë. Mirta, mua më vjen shumë keq. Sa që e kam edhe zër ti gjej fjalët me të ngushëllu, me të thonë të drejtën. Më vjen shumë keq për këtë që ka ndodhur, po dua të flasë me ç'ti ke ardhur këtu për të ndarë historinë tënde. Dua të flas pak edhe për Irinin, që në anën tjetër edhe shqetësimi i shëndetit për të ishte, domethënë, siç të kanë thënë mjekët, ka 1% gjasë për të shpëtuar. Në të njëjtën kohë e nisëm Irinin për Tiranë prej merakut asaj gjëje që nolli. Por Irini kur mbreti në Tiranë ishte mirë. Edhe doktorët e majtë një natë thjesht, po e majmë, domethënë, për kontroll nga maraku për asaj që nolli edhe që nuk e dishim pse nolli. Edhe mas një ditet, prej që ishte mirë, Irinit i dhonin 1% shanse jetet. Edhe nuk ishte spital që e merrte përsipër. Me çfarë diagnoze, me çfarë lloj shqetësimi? Zmallimi i zemrës, njëjtin problem me Omerin. Ne pagume charterin për me nis për Turqi, u bë çdo letër, çdo gjë gati, edhe në moment fundit sa ishte tu e marr ambulanca për me nis, na ktheshin letrat mbrapsht, që thote nuk ka shanse me pështu edhe mos e nisni. Mrapa kena fol me spitalin e Italisë për me nis për Itali mrapa, sepse Tirana nuk jepte më shanse. Tirana shkaj deri aty sa thotë edhe 30 minuta dhe
nuk ka ma, nuk ka ma jetë, edhe ishim dërzu totalisht edhe po mundoshim çdo anë se ku mundena me qu, ku mundena me gjetë zgjidhje dhe njësoj edhe Italia u menu që po vinë me mjekët e tyne për me marë, për me transportu në Itali, moment fundit shifshin analizat edhe thote nuk ka shans me pështu, vetëm transplant zemër mundet me pështu, edhe Ndodhi mrekullia. Ndodhi mrekullia. Në fund thonen nuk po merren ama me gjetë shkaktar se që nolli, sepse u bane analiza pa fund çdo ditë dhe u fokusunin me gjetë se pse atu nollë dhe nuk dishin me gjetë pse atu nollë dhe thonen po e provojmë nga të në antë, dhe më thonë po e provojmë për të të në gjanat cilat i bajnë efekt. Edhe në momentin dhe më thonë mjekët e Italisë sugjerune një lloj kure që bashkëpununen me mjekët në Tiranë, edhe ditën e parë dha një përmirësim të vogël, po që i gëzoj sepse s'kishte përmirësim deri atë ditë, nesërmen dha pak, edhe ditën e tretë thonen merrni vajzën sepse nuk ka si gjë. Edhe nuk na bëshin durt me e marrë, se thoshim deri sot ju s'na dhat asi shans, asi 1% shans me pështu, edhe sot më thoni nuk ka si gjë, merrni në shtëpi.